Kam një mesazh për pedagogët, për personelin administrativ dhe për studentët. Natyrisht, unë vetë personalisht kam nxitur dhe nxis gjithnjë aktivizmin politik. Pra jam që të rinj studentët, stafi të angazhohen në politikë, sepse janë çështje që kanë të bëjnë me edukimin qytetar demokratik, që të mos jemi indiferent. Por duke pas parasysh pozicionin e universitetit, rolin që ka universiteti, profilin e kështu me radhë, meqense se ne shumë shpejt do hymë në një fushat zyrtare zgjellore, ktoj studentët dhe pedagogët që të shmangin takimet elektorale në mjediset e universitetit dhe natyrisht gjatë orarit zyrtar të punës 8-4:30 takime me kandidat të forcave të ndryshme politike. Tash nuk jemi indiferent, po jemi të paanshëm për arsye etike dhe natyrisht pas orarit zyrtar secili prej nesh, secili prej studentëve, prej stafit mësimdhënës, personelit administrativ është i lirë që të angazhohet, por mjediset e këtij institucioni në mënyrë absolute nuk do të shfrytëzohen pra për takime të natyrës elektorale. Natyrisht kur ne kemi konferenca, seminare dhe ndoshta pjesëmarrës që janë në politikë kanë interesa profesionale, ata janë të mirë pritur që të marrin pjesë si të gjithë pjesëmarrësit e tjerë, por takime elektorale në këtë periudhë deri me 11 maj që përfundon procesi zgjellor ne nuk do të realizojmë.